Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 9. Data 9 dhjetor e 2025. Duket se data 9 është një datë shumë e rëndësishme, ku kemi Marsin, planeti i përshpejtimeve dhe i ndryshimeve të mëdha që ndodhet dhe futet në shiqetar. Formon një katërkëndësh me Saturnin tek peshqit. Kjo do thotë që rreptësia, kufizimet, ndryshimet, mundësit që kanë të bëjnë është një ditë ku ajo çka do të kemi mundësin nuk duhet të nxitojmë. Sepse Marsi nga shiqetari përshpejton gjërat gabimisht, jo se do të përshpejtojnë. Duhet kënë pak vëmendjen. Binjakët, Virgjëresha, shiqetari, peshqit, të dhjeticit të tretë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja, sepse ka shumë ndikime dhe ndryshime në këtë ndikim dhe në këtë drejtim. Meqense ajo çka do të keni, për që janë sa më të saktë, atë që kanë ndjedhur në ascendenten në shenjat më sipërme, është periudha dhe koha të jemi më të duruar, jo të nxituar, dhe kjo na bën që të ndihemi mirë, kjo na bën që të jemi korrekt, kjo na bën që të marrim gjërat ashtu siç janë dhe jo të nxitojmë, sepse nxitimet asnjëherë nuk sjellin dobi, por veç probleme në këtë drejtim. Mbi çështjet që kanë të bëjnë gjithashtu, udhëtimet, lidhjet, afat gjatë, bisedime që mund të bëhen, por mund të prishet pak një ekuilibër, mirë është të jeni kujdesshëm në këtë drejtim. Mos mund nxitoni në marrje vendime, sepse nxitimet asnjëherë nuk janë në favor, por janë disfavor. Tani, para se të fillojmë me parashikimin e 12 zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www